Po, besoj që kam qendeshja më e vështirë se ajo që kemi luajtur në Kosovë, sepse Slovenia nuk ka opsion tjetër për pas fitores, edhe na vin këtu në radhë parë, normal që duhet me garantu play-offin mas pari nesër. Pastaj varet rezultatet me Zvicrën, pse jo mos me luftu për vendin e parë në Fadil Vogli në Prishtinë. Kështu që me tifost, edhe pse dëgjova që kam pas shumë shqiptarë edhe nesër, po me tifost edhe kam me sulmu edhe me mbrojtjen siç kemi bërë këto 3 lojtë e fundit, me mbrojtje edhe me kundërshërme, po shpresoj dhe besoj që kena me ndushku Sloveninë edhe me pas avantazhin e duhur për me shpresu edhe më shumë për me kualifiku direkt në Kupën e Botës. Roman Sëqiri nga Telegrafi, pyetje për Vedatin. Vedati i lojtari vetëm kosovar që i kishë mu Slovenisë, në dhonë 3 ndeshje, i kena shënu vetëm një gol, kishë mu në Sloveni, po edhe i lojtari vetëm që i kishë mu gol janë Akit. A pret nesër në përsëritje të sukses? Vetëm që besojnë që jo si rezultati pustjesi në vitin 2020. Po shpresoj, normal jam sulmus edhe si une që shpresoj vetën edhe gjithë Shqiptaria, gjithë Kosova shpreson për me presin gola, kështu që jam 100% i gatshëm për nesër, edhe pa marrë parasysh se gjithmonë tash nuk po njihni gati më shumë se 10-15 vite, kështu që gjithmonë kam thonë se golla, domethënë për më nuk ka rëndësi, me rëndësi është fitoria e ekipit, sidomos kur është me kombëtare, po nëse shënoj edhe arrim me fitur lojën, besoj që kam pas në njëri më të lumtur në botë se unë. Edmond thua që në televizionin e Kosovës, Vedat Sheshko nuk luan nesër për shkak të lëndimit, njëri prej futbollistëve më cilësor në radhë të Slovenisë, por megjithatë slovenët thanë që është e sigurt që Slovenia do të shënojë fitore. Nuk di, dhe nuk e di ku ka marrë këtë besim, sepse normal tabela për momentalisht tregon që Kosova ka bërë shumë më mirë se Slovenia, për ato kemi do të thonë 4 pikë përpara se ta, kështu që po normal këto janë do me kallëzu vetë besim para mediave, kështu që edhe ne jemi ambicios, po nuk kam të thonë që kena dalë për fitore për këtë sene, përse për ne është në rëndësi mas pari me siguru play-offin, pastaj nëse rrjedhin gjanat ashtu për me çu shpresa deri në lojën e fundit. Hello everyone, my name is Lamin from Sport TV Slovenia. I have a question for the coach. Pyetje për Vedatin. Kualifikimin se cili çdo shqiptar e don për botror. Po çfarë premtimi do japësh publik nëse shkojmë në kampionatin botror? A është koha me ndryshu frizurën? Po mëse keq po do në pa këto gjëra. Nuk e di, po këto bisedojmë nëse do në privat kështu tani çfarë premtimi po po golla po kismet. Nëse kualifikohemi për shpresoj atë edhe golla. Po e di kur e morë për premtimin, e di tash se qëllimin e ekipit me për flok me ndryshu, po vjen keq. Atëherë nëse nuk ka pyetje tjera, faleminderit shumë. Thank you, faleminderit. Thank you very much.